Imam Barbahari e përmend një mesele, që ajo është për meseleve të mëdha, po ashtu, wal Kur'anu kalamullahi wa tanziluhu wa nuru. Kur'ani është fjala e Allahut, e zbritur nga ai, tanziluhu wa nuruhu, dhe është drita e tij. Wa laysa makhluqan, dhe nuk është krijuar. Li'anna al-Qur'ana min Allah, nga se Kur'ani është nga Allahu. Wa ma kana min Allah fa laysa bi makhluqin, dhe çka është nga Allahu, ajo nuk është krijuar. Pra nuk është që është e fjala e Allahut. Wa hakadha qala Malik ibn Anas, kështu kanë qartësuar Malik ibn Anas, wa Ahmed ibn Hanbal, Imam Ahmed ibn Hanbal, wal fuqaha qablahuma wa ba'dahuma, dhe fuqahat që kanë qenë para dhe pas tyre. Wal mura'u fihi kufr, pra me diskutu, me reagu, që me kundërshtu në këtë pikë, kjo është kufër. Kjo është teksti i fjalës së Imam Barbaharit rahimahullah. Thot Sheikh Rabia, Allahi e mëshiroft, të dytë, wa minhum al-a'immatu madhhab ahli sunnati wal jamaa, madhhabi ahli sunnati wal jamaati, wa ala ra'sihim as-sahabatu al-kiram, në vijën e parë sahabët e nderuar, wa man tabi'ahum bi ihsanin, dhe ata që ndjekin rrugën e tyre, wa minhum al-a'immatu al-'idham, dhe ata imamet të mëdhej, wa minhum man dhakarahum al-muallif rahimahullah, prej tyre ata që i përmendi autori, e kanë këtë çështje të prerë me një gojë, me një fjalë, me një vendim, anë al-Qur'ana kalamullah, se Kur'ani është fjala e Allahut, wal Qur'an ilmu, Kur'ani është fjala edhe dija e Allahut. Akhbara bidhalika rabbuna, për një gjë të tillë neve na ka qartësuar Allahu në librin e tij, se Kur'ani është fjalë e zbritur nëpërmjet melekut Xhibril të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra fi muhkem kitabi, e ka qartësuar me argumente të qarta. Fal qailu bi anna al-Qur'ana makhluqun yukadhibu Allah azza wa jall fi akhbarih, ai cili thot që Kur'anin e ka krijuar Allahu, ai e përgënjeshton fjalën e Allahut te baraka wa taala